Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, atij që krijoi qiejt dhe tokën në urtësi, vendosi rend e ekuilibër në gjithësinë dhe e nderoi njeriu duke e bërë khalife në tokë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na mësoi se besimi, drejtësia dhe përgjegjësia janë themeli i një shoqërie të rregulluar. Paqja qoftë mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është njeri vendosja e rendit në tokë është detyra jote. Në xhennet jetonin Ademi dhe bashortja e tij Havaja. Në xhennet mbretëron në rendi dhe ekuilibri. Atë e ka rregulluar Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu. Prandaj aty nuk ka asnjë mangësi. Kur Ademi dhe Havaja u nxorën nga xhenneti dhe u zbritën në tokë, ata u ngarkuan me një detyrë, e përmes tyre edhe të gjithë ne ta vendosim në rendin dhe ekuilibrin në këtë botë. Ibn Omer radiallahu anhu transmeton nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, kur Allahu i madhruar e zbriti Ademin alaihi salam në tokë, i shpalli 4 fjalë dhe i tha: O Adem, do të mësoj 4 fjalë, e ti mësoj jo pasardhësve të tu. Njëra fjalë ka të bëj me mua, njëra me ty, njëra është ndërmjet meje dhe teje, ndërsa njëra është ndërmjet teje dhe gjithë njerëzve. Fjala që ka të bëj me mua është: më respekto, më adhuro dhe askënd mos më shoqëro. Fjala që ka të bëj me ti është: unë do të shpërblej për veprën tënde. Fjala që është ndërmjet meje dhe teje është: e jotja është të më lutesh mua, ndërsa e imja është të pranoj lutjen tënde. Ndërsa fjala që është ndërmjet teje dhe njerëzve është: je i drejtë ndaj njerëzve dhe mos gjyko mes tyre me paanshmëri. Rendi ndërmjet njeriu dhe krijuesit mbështetet në bindjen se nuk jemi krijuar rastësisht, se nuk e kemi krijuar vetveten dhe se krijuesi duhet të jemi mirënjohës për çdo mirësi që na ka dhënë dhe ta adhurojmë atë. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu adhurohet duke jetuar në harmoni me thelb dhe duke ndjekur rrugën që është kufizuar me dispozitat e tij, të cilat janë më të mirat për njeriu. Kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u mëson pasuesve të tij se njeriu më i devotshëm është ai që largohet nga harami, ai me të njëjtën kohë u mëson se njeriu më i lirë është ai që largohet nga mëkati. Mashtruesi nuk është i lirë, sepse jeton vazhdimisht me frikën se mashtrimi i tij do zbulohet një ditë. Vjetësi nuk është i lirë, sepse gjithmonë e ndjek frika se vepra e tij do zbulohet. Gënjeshtari nuk është i lirë, sepse e rëndon frika se një ditë gënjeshtra e tij do të dalë në shesh. Çfarë lirie jetojnë ata që e kanë prishur rendin në tokë, duke mos ju bindur krijuesit dhe duke bërë mëkate si keqpërdorimi i pozitës ose i autoritetit. Vetëm ai që Allahu xhalla shanuhu nuk i bën askënd shok, që nuk i vendos dëshirat e askujt mbi dëshirën e krijuesit, është vërtet i lirë. Dëshira e krijuesit është që ne të jemi mirë. Vetëm ai që Allahu xhalla shanuhu nuk i shoqëron askënd, nuk e vendos urdhrin e askujt mbi urdhrin e Zotit të botës. Rendi ndërmjet krijuesit dhe njeriut mbështetet edhe në bindjen se përpjekja e njeriut nuk do të mbetet pa shpërblim. Ajo përpjekje për të cilën Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhalaluhu premton shpërblim
është përpjekje që bëhet për hir të tij, me një jetë të sinqertë. Besimtari e di se detyra e tij është të punojë dhe të përpiqet vazhdimisht. Ai e di se Allahu xhalla shanhu e shpërblen përpjekjen dhe jo rezultatin, sepse rezultati nuk është në dorën e njeriu, por në dorën e krijuesit. Do të ishte padrejti që bujku të mbete i pashpërblim vetëm se breshri, thatësira ose ndonjë fatkeqësi tjetër ja shkatroi të korra. Prandaj Ademi alayhi salam, do me thënë njeriu e kupton këtë porosi edhe përmes hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë: punoni sepse Allahu do t'ja lehtësojë secilit rrugën drejt asaj për cilën është caktuar. Ashtu si Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhelalu nuk e lan njeriu pa shpërblim, po ashtu edhe njeriu nuk guxon ta prish rendin në tokë, duke u mohuar të tjerëve të drejtën që u takon. Shpesh dëgjojmë njerëz që ankohen, kam punuar te filani por më kanë mbetur borx pagat që të cilat nuk mi ka dhënë. Çfarë shpreson ai që ja mohon tjetër të drejtën e tij? Le të mos shpresoj në asgjë të mirë, sidomos kur dim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mëson se një luftëtar i vrarë nuk e arrin gradën e shahidit, sepse para se të binte dëshmor, kishte përveçuar padrejtësisht një mantil që nuk ishte i tij. Ajo pasuri e huaj që futet në pasurinë tënde i shkatron të gjitha veprat e mira, ashtu si një pikë pa pastërtie ndodh të gjithë ujin në enj. Rendi ndërmjet njeriu dhe krijuesit mbështetet edhe në bindje se rruga drejt Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhelalu është gjithmonë e hapur dhe se Allahu xhalla shanhu është zëtuar të takojë robën e tij në atë rrugë. Kur dorëzon një kërkesë për punë, nëse dokumentacioni nuk është i plot, kërkesa refuzohet. Po kështu edhe duaja jonë duhet të jetë e plot që të pranohet nga Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhelalu. Ajo duhet të plotësoj kushtet e saj. Bëje fillimisht gjithçka që është në mundësinë tënde, pastaj lutu, mos kërko prej Allahu xhalla shanhu atë që mund ta bësh vetë, mos kërko gjëra të pamundura dhe pastroje furnizimin tënd. Për pranimin e kërkesës ekziston rendi i përparësive. Së pari bëje vetë atë që mundesh, duaja e shtin njeriu të punojë dhe e nxit të jetë i zellshëm. Ajo nuk është shkak për dembeli. Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhelalu nuk e mëson Ademin të lutet para se t'i kërkoj të punoj. Në rënditjen e 4 fjalëve që Allahu xhalla shanhu i mësoi, vepra vjen e dyta, ndërsa lutja e treta. Nga ky rend, në marrëdhënien ndërmjet njeriu dhe Zotit, buron domosdoshmërisht edhe rendi në tokë, pra rendi në marrëdhënien ndërmjet njerëzve. Ashtu si ekzistojnë ligje të pandryshueshme të natyrës që e bëjnë të mundur jetën, ekzistojnë edhe ligje shoqërore të cilat nëse respektohen i sjellin lumturi individit dhe përparim shoqërisë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mbi drejtësinë qëndrojnë qielli dhe toka. Drejtësia dhe trajtimi i drejtë ndaj të gjithëve janë themeli i lumturisë në shoqëri. Është thënë prej kohësh se një popull mund të adhurojë varfërinë dhe mungesën, por padrejtësi nuk mund të adhurojë. Këtë e dinte edhe Omeri radiallahu anhu, kur ndërmjet tij si khalif dhe Ubej bin Ka'bit si qytetar i thjeshtë, lindi një mosmarrveshje dhe çështja përfundoi në gjykatë. Gjykatës ishte Zeid ibn Thabiti. Kur Zeidi e pa khalifën duke hyrë në sallën e gjyqit, u ngrit në këmbë nga respekti dhe i tha: o prijesi besimtarve, urdhëro ta ulu këtu. Omeri radiallahu anhu i zemruar ju përgjigj: me këtë veprim ti tashmë ke qenë i padrejt në gjykim. Fjalët që Allahu xhalla shanhu ja drejtoi Ademit kishin arritur thellë në zemrën e Omerit radiallahu anhu, sepse pa ato 4 fjalë nuk mund të ketë rend në tokë. O Allah i madhruar,
Në ndihmo të adhurojmë sinqerisht, që të jetojmë të lirë. Në ndihmo të punojmë me bindjen se ti do të shpërblesh çdo përpjekje tonë. Në ndihmo të lutmi me lutje që ti do të pranosh dhe na bëj luftëtar të palodhur për drejtësinë, që rendi në tokë të jetë vepra jonë dhe trashëgimia jonë. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.